Ka një tendencë në rritje të raportimit për bullizmin, sidomos nga gjimnazistë në Shkodër, shpreh kështu psikologu Fatjon Taipi. Ai thotë se nxënësit janë të prirur për të raportuar direkt bullizmin online, ndërsa i fizik është më vështirë për t'u identifikuar. Unë shoh një tendencë në rritje për sa i përket raportimit bullizmit, sidomos tek gjimnazistat, sidomos edhe për bullizmin online. Nxënësit janë më të prirur për me raportu direkt bullizmin online, sepse edhe nuk lidhet direkt me një individ që ka një identitet edhe është më lehtë. Ndërkohë bullizmi fizik, pra bullizmi që bëhet sidomos në shkollat 9-vjeçare, është më i vështirë mu identifiku, por këtu praktikisht mësuesat janë ato që janë më vigjilent dhe evidentojnë bullizmin dhe referojnë tek psikologu dhe shërbimi psikosocial i shkollës. Gjithashtu na kena një strukturë tjetër që është njësia e mbrojtjes fëmijëve, ku rastet më problematike ose më të rënda referohen nga psikologët e shkollave, nga psikologët e qendrave shëndetësore referohen te kjo njësi. Patjetër që është shumë e nevojshme që sistemi i mbrojtjes edhe i reziliencës fëmijëve të jetë më i zhvilluar dhe të jetë më afër fëmijëve. Në momentin që merret një incident ose merret një raportim, ndodhet një grup teknik, që mund të jenë psikologët e shkollës, mësuesi kujdestar, prindë dhe bëhet një plan se si duhet veprojmë. Ku punohet edhe me viktimën, por njëkohësisht punohet edhe me atë që ka qenë dhunues ose bullizues për të kuptuar dëmet që shkakton, thymja e rregullave, dëmi që ka shkaktuar tek tjetri, sepse edhe ato janë të njëjtën edhe nuk është qëllimi për me dënu, por qëllimi është me kuptuar më në gjithësu që ato mos bëjnë një cilë tjetër, pra ta çmësojnë atë cilët që kanë bërë deri tash. Fenomeni i bullizmit vijon të mbetet problem në shoqërinë shqiptare. Sipas të dhënave të publikuara më herët, rreth 18% e nxënësve kanë përjetuar bullizëm gjatë vitit 2024 në shkollat e Shkodrës.